Hajduti I namazit. Jetojmë në një botë që nuk ndalet kurrë. Një botë që lufton egërsisht për çdo sekondë të vëmendjes tonë. Telefonat tanë cingërojnë. Mendja jonë vrapon pas planeve, faturave, shqetësimeve dhe të nesërmes. Por 5 herë në ditë, një thirrje hyjnore e fton njeriu të shkëputet. Të ngrej duart dhe të thotë: Allahu Ekber, Zoti është më I madhi, më I madh se bota, më I madh se problemet, më I madh se vetë jeta. Në atë moment, besimtari hyn në një dimension tjetër. Ai nuk është më thjesht një trup në tokë. Ai është një shpirt në audiencë private me sunduesin e gjithësisë. Por sapo buzët shqiptojnë fjalët e para, fillon një luftë e padukshme. Një luftë e heshtur ku fush betejë është zemra, ndërsa armiku është I fshehur. Përse mendja jon fluturon sapo lidhemi në namaz? Si mund të gjejmë përqendrimin dhe përulësinë e vërtet? Përqendrimi në namaz nuk është thjesht një opsion apo një dekor shpirtëror. Ai është vlera e vërtetë e këtij adhurimi. Zoti I gjithësisë në Kuranin famlart, kur përshkruan fituesit e vërtetë të kësaj jete dhe botës tjetër, nuk thot thjesht ata që falen. Ai vendos një kusht specifik. Në surën El Muminun, ajeti 1 dhe 2, Allahu thot: Me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët në namazin e tyre janë të përulur, të përqendruar. Fjala kuranore ka shiun nënkupton një gjendje ku zemra është e thyer nga madhështia e Zotit, e qetësuar dhe e dorëzuar, duke bërë që edhe gjymtyrët të qëndrojnë të qeta. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na ka treguar se ky përqendrim është thelbi I adhurimit. Në një hadith profetik, ai na mëson rreth shkallës më të lartë të besimit, ihsanit. Ihsani, për sosmëria në besim, është të adhuroni Allahun sikur ta shihnit atë, sepse edhe pse ju nuk e shihni atë, ai me të vërtet ju sheh juve. Sa herë ju ka ndodhur të harroni se në cilin rekat jeni? Sa herë keni kujtuar çelësat e humbur apo një bisedë të vjetër pikërisht pasi keni thënë Allahu Ekber? Kjo nuk është rastësi. Ky është një plan I mirëmenduar. Profeti Muhammed alayhis salam na ka paralajmëruar për një shejtan të veçantë, misioni vetëm I të cilit është të shkatërrojë namazin e besimtarit. Emri I tij është Hinzab. Në një transmetim nga Osman ibn Ebil As, ai shkoi tek profeti alayhis salam dhe I tha: O I dërguari I Allahut, shejtani ka ndërhyrë mes meje, namazit tim dhe leximit tim, duke më ngatëruar. Profeti alayhis salam ju përgjigj: Ky është një shejtan që quhet Hinzab. Kur të ndjesh praninë e tij, kërko mbrojtjen e Allahut prej tij, thuaj: Eudhu billahi minash shejtanir rajim, dhe pështy lehtë, pa lëng, 3 herë në anën tënde të majt. Osmani tha: E bëra këtë dhe Allahu e largoi atë nga unë. Matematika e sevapit. Sa në mbetet nga namazi? Këtu lind pyetja e madhe që shqetëson çdo besimtar. Nëse unë hutohem, a pranohet namazi im? A e marr sevapin e plot? Apo duhet ta përsëris atë nga fillimi? Drejtësia dhe mëshira hyjnore janë të jashtëzakonshme. Profeti Muhammed alayhis salam ka vendosur një rregull të artë që na bën të reflektojmë thellë. Ai ka thënë: Njeriu t'i shkruhet nga namazi I tij vetëm gjysma e tij, e treta e tij, e katërta e tij, e pesta e tij, e gjashta e tij, e shtata e tij, e teta e tij, e nënta e tij, apo vetëm e 10-ta e tij. Dietarët Islam, duke u bazuar në këtë hadith dhe në parimet e fikut, jurisprudencës, kanë sqaruar një dallim të rëndësishëm, dallimin mes vlefshmërisë ligjore të namazit dhe shpërblimit shpirtëror. Nëse ju faleni, plotësoni kushtet, rukun dhe sejdën, namazi juaj është I vlefshëm dhe nuk keni obligim fetar ta përsërisni atë. Ju e keni hequr detyrimin nga supet tuaja, mirëpo shpërblimi, sevapi që merret tek Allahu është I barabartë vetëm atë pjesë të namazit ku keni qenë të vetëdijshëm dhe të përqendruar. Nëse keni qenë me mendje jashtë namazit gjatë gjithë kohës, ju keni shpëtuar nga mëkati mosfaljes, por llogaria juaj e sevapeve mund të mbetet bosh. Si të përqendrohemi? Praktika e profetëve. Atëherë, si ta fitojmë këtë betejë? Si mund të hyjmë në namaz dhe të mos e lejojmë që mendja të na ikë? Përqendrimi nuk fillon kur thua Allahu Ekber. Ai fillon shumë herët. Hapi I parë, abdesi vetëdijshëm. Mos e bëni abdesin mekanik. Kur lani gjymtyrët, kujtoni se mëkatet po pikohen prej tyre së bashku me ujin, ashtu siç ka premtuar profeti alayhis salam. Hapi I dytë, kuptimi I fjalëve. Kur thua
Falënderimi i takon Allahut, të Zotit të botëve, mos e thuaj si një poezi të mësuar përmendsh. Ndalo, kuptoje që vo falënderon atë që të dha jetën, shëndetin dhe frymarrjen. Hapi i tretë, shikimi në vendin e sejdës. Mos i lëviz sytë lart e poshtë apo majtas djathtas. Profeti alayhis salam mbante shikimin e tij të fiksuar në pikën ku do të vendoste ballin. Ky izolim vizual mbron mendjen nga ngacmimet e jashtme. Dhe mbi të gjitha, ekziston një sekret që ndryshon çdo gjë. Profeti Muhammed alayhis salam lë një këshill që drodhi zemrat atyre që kuptojnë. Ai tha: kur të ngrihesh për të falur, falu sikur ky të jetë namazi yt i fundit, namazi lamtumirës. Paramendoni për një moment. Nëse do ta dinit me siguri absolute se ky namaz i drekës apo ky namaz i darkës është i fundit për ju në këtë botë, se pas këtij namazi, meleku i vdekjes do të vijë të marrë shpirtin tuaj, si do të faleshit? A do të mendonit për telefonin? A do të nxitonit në ruku? Apo do të dëshironit që ajo sejdë të zgjaste përgjithmonë? Namazi është ura jote e përditshme me qiellin. Është vendi ku tilet dertet e tokës për të marrë mëshirën e botës tjetër. Mos lejo që hinzabi të vijë thesarin tënd më të madh. Lufto për çdo ajet, lufto për çdo sejdë. Edhe nëse shpërqendrohesh, ktheu përsëri, kërko falje dhe vazhdo. Allahu nuk shpërblehet vetëm për rezultatin, ai shpërblen edhe për përpjekjen tënde për t'u kthyer tek ai. Falu sot, sikur nesër të mos ketë më një namaz tjetër. Me të vërtet, namazi i largon njerëzit nga shturja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Surja El Ankebut 45.